Gjaku është i shtrejt, jeta është e shtrejt. Pejgamberi a.s. ka thonë, shkatrimi këtë dunjas, këtë këtë tokë me e prish të Allah është me e letë se një gjak me e derë. Por a dim pëse një zvritën, për shkak se qitoa ditës s'kanë ku me ngu, mos pëjngojnë lajme tona, a mos pëjngojnë debate tona, a mos pëjngojnë televizoret tona, ku kanë me ngu njës këtë hadith? Ku me ngu këtë hadith? Ku me ngu këtë fjallë? Ku me ngu këtë mësim njerëzit? Ku me ndëgju? Ku? Aja që ka dëgjojnë është stimulim për vrasje, fatkeqësisht. Është inkurajim për vrasje. Nuk është të ndalje nga vrasja. Nuk është asë një mini preventiv nga vrasja. Dhe këtë edhe me plot përgjësi. E kam thënë disa herë, ku njerën e ndez nga brenda, në forma ndryshme, pastaj mos të personale. Sikur sa ai që ka thënë në proverbin e tij të njohur, ka thënë, më hudhin ujë e më tha kujdes mos u lag. E qysh më apo kësaj pune pra? Ti nuj po më gjun, e po më dhur mos u lag. A është e mundshme? Ndash mos më u lag, moj më breg, mos më lë me i nuj. Prandaj gjithçka që të na sot servohet, realisht shtyn ka uji, e pastaj vim themi, e pse u lagët? E qysh mos më u lag valla? Dëgjoj muzikën që promovohet, dëgjoj lojnat që fëmija lujnë, shikoj rrjetet sociale që ka promovohet, ku është mbikëqyrja, ku është edukata, ku është shteti, ku është shkolla, ku është familja. E pastaj pyetëm pse po ndodh. Për shkak se s'po nguhet Allah dhe pejgamberi. Për çata